Nëse mund lidhur me këtë është të bëj një pyetje të vogël, lidhur me këto dy sahihein, domthonë që janë të Sahih Muslimi dhe të Sahih Buhari. Përderisa gjejmë në to hadithe të cilat nuk janë mos të nuk janë të vërteta, po të paktën nuk janë janë të dobta. Ekzistimi i haditheve të dobta në një sahih që është i vërtet, a e zbej domthonë faktin që këto janë sahih vetëm pse nuk kanë vetëm se do të brendësinë e tyre ekziston disa hadithe që nuk janë aq të sakta, apo janë të dobta? Jo, shiko. Jo, nuk e prish, edhe nuk as Buhariu, as Muslimi nuk kanë përmbledhur në koleksionet e tyre hadithe që nuk janë të sakta. Për shembull, Buhariu ka hadithe të cilat quhen muallaqate, që nuk kanë senet, por ai i ka përmend pa senet ato. Sepse ka pas një dyshim, për shembull, në zinxhirin e transmetuesit dhe nuk ka përmendur senetin. Edhe do të kuptohet se ai nuk e ka përmend senetin atij. Nuk mund të akuzohet dikush se ka fut një hadith të dobët, jo. Por bile kanë thënë dietarët, edhe pse ai nuk ka përmendur senetin për shkak se ka pas një themi kështu një dyshim apo diçka nuk është plotësuar sipas kritereve të tij. Megjithatë, teksti i atij hadithi është vërtetuar përmes rrugëve të tjera. Kështu që në këto dy koleksione nuk ka hadith i cili mund të gjuhet dhe thuhet jo, ky nuk pranohet, sepse vërtetësia e tij çdo herë pra është vërtetuar edhe përmes burimeve të tjera. Mund thuhet se ka disa që kanë nevojë të sqarohen. Sqarohen. Kupton? Ka për sqarim. Ka nevojë të shpjegohen, se mund disave të duket interesant ose si kontradiktore në disa raste, por për çdo njërin dietarët kanë përmendur sqarim, kanë përmendur shpjegim, me çka ata e kanë bërë të qartë eventualisht diçka diskutabile që ka qenë në këto hadithe.